me shkoj se dua të mësoj. Dhe një di Gjeline nuk krenar të bëj. Shumë gjërat e bukra këtër po na presin. Kjo Gjeline e bukur, unë sot e kam derin. Të këndë një këngë se i vogël tje jam. Se fshat e Gjelin e kam nin e maf. Gjelinën e tua e zemra mu bo mal. Si Gjelin e bukur s'ka me pas. Gjelinën e tua e zemra mu bo mal. Si Gjelin e bukur s'ka me pas. Këndoni valzoni, o ju bashkëqatar, më përcjellni mua kur me zëbërtas. Gjelina ka emër edhe ka shumë zemër, por vera e nxet i pret shumë gurbeqar. Vendet më të bukra do t'i vizitoj, por me Gjelin asnjë nuk zavenzoj. Qofshi të bekuar dhe të pariton, që na mosuat se s'ka me vendin ton. Gjelinën e tua e zemra mu bo mal. Si Gjelin e bukur s'ka me pas. Gjelinën e tua e zemra mu bo mal. Si Gjelin e bukur s'ka me pas. Gjelinën e tua e zemra mu bo mal. Si Gjelin e bukur s'ka me pas. Të nderuar arsimtar, prindër dhe gjithë ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në këtë manifestim me rastin e ditës së shkollës. Gjithsesi, në 85 vjetorin e veprimtarisë edukative arsimore të shkollës SOA. Ju sapo dëgjuat korin e shkollës fillore komunale Luiq Gurakuqi Zhelin, që bëri hapjen e programit me një elegji kushtuar Luiq Gurakuqit.
Tani ftojmë drejtorin e shkollës fillore Luiz Gurakuqi, Zhelin, zotëri Gadaf Elmazi, që të lexon referatin kushtuar ditës së shkollës. Mirëdita gjithëve, ne nuk shkruajmë, nuk lexojmë, ne veprojmë dhe punojmë. Ju falënderoj gjithëve që jeni sonde prezent këtu, përfaqësues nga Komuna e Zhelinës, drejtori i shkollës Mari, kryetari i shoqatës së pensionerëve që na keni respektuar, imam të fshatit dhe mbi gjithash ju veteran, qerdhja juaj tani më po shkon drejt binarëve të Tukur. Ju falënderoj. Kam kënaqësinë që në emër të shkollës sonë të uaroj 85 vjetorin e patronatit shkollës. Shkolla fillore Luiz Gurakuqi, Zhelin, ka filluar veprimtarinë edukativo-arsimore që nga viti 1941, fillimisht me një numër të vogël nxënësish e më pas ajo kaloi të bëhet në shkollë 4 vjeçare, 8 vjeçare, kështu me radhë. Gjatë historisë, shkolla jonë ka kaluar shumë faza zhvillimore dhe është duke u mbruar me emra të ndryshëm, ku në vitin 1993, me iniciativë të arsimtarëve, ajo mori emrin e patriotit Luiz Gurakuqi që e përgëzojmë edhe sot. Shkolla jonë sot realizon procesin edukativ-arsimor në shkollën qendrore Zhelin dhe në 2 shkolla tjera periferike në Leshnicë të poshtme dhe Leshnicë të sipërme. Përveç mësimit të rregull, nxënësit tanë ka arritur rezultate të lakmueshme edhe atë në gara komunale, republikane dhe ndërkombëtare dhe atë në gjuhën shqipe, fizik, kimi, gjuhë angleze dhe mbi gjithash në sport. Shkolla vazhdon të bashkëpunojë me shumë qendra, zakonisht bashkëpunojmë edhe me Zlatan Sremec, Shkup, për mbështetjen e nxënësve me nevoja të veçanta. Edhe pse përballemi me shumë sfida të ndryshme, infrastrukturore dhe teknike, ne përsëri nuk dorëzohemi. Kemi për të thënë shumë dhe për të dhënë shumë, po do ja lëm kohës. Edhe një herë urime festa nxënës, prind dhe ju mysafirë të nderuar. Në vazhdim, kemi kënaqësinë para juve të ftojmë një përfaqësues nga Komuna e Zhelinës që të ndajë me ne disa fjalë kushtuar këtij manifestimi. Të nderuar të pranishëm, i nderuari dhe shumë i respektuari drejtor i shkollës Luiz Gurakuqi, zotri Gadaf Elmazi, i nderuar kryesuesi i Këshillit, zotri Ruhi Demiri, të nderuar përfaqësues të Komunës së Zhelinës, shumë të respektuar veteran të arsimit në Komunë të Zhelinës dhe jo vetëm, të nderuar imam të xhamive qendrore në Zhelin, të nderuar prindër të cilët jeni sot të pranishëm dhe ju shumë të dashur nxënës. Më lejoni që në emër të kryetarit të komunës të përcjell një mesazh urimi dhe përgëzimi për këtë manifestim kaq të mrekullueshëm dhe masiv në përmasa të një qendre urbane dhe jo vetëm një shkolle në Komunë të Zhelinës. Ju përgëzoj për këtë organizim dhe aktivitet nga arsimtarët, drejtori dhe të gjithë të pranishme të cilët jeni sot këtu së bashku me ne. Ta gëzojmë këtë manifestim, sepse sot nuk shënojmë vetëm manifestimin e një dite kaq të rëndësishme që është patronati i shkollës. Sot ne të gjithë i gëzojmë transformimit gjënjësisht daljes nga errësira në dritë dhe ndjekjes rrugës së dijes dhe diturisë. Të nderuar të pranishëm, më lejoni t'ju falenderoj për çdo shkronjë dhe çdo germ që na e mësoni të gjithë neve, se do e përcjell një mesazh shkurt, nuk do jem shumë i gjatë. Ne gjatë gjithë jetës kemi një rrugë përshkrim ose kemi një rrugë të gjatë për ta bërë deri ku të arrijmë ato qëllimet tona. Mirë po, nuk duhet të harrojmë prej ku fillojmë të gjithë. Ne fillojmë nga bankat e shkollës, fillojmë nga arsimtarët tanë dhe ato janë arkitektët kryesorë të cilët ndërtojnë rrugën që do ta trasojmë ne. Andaj, ju kërkoj që çdo herë nxënësve ta kenë në ndërgjegjen e vet dhe në vetdijen e vet
çfarë peshe dhe çfarë përgjegjësie mbajnë karshit të gjithë arsimtarëve, pa mos i haruar edhe prindërit të cilët bëjnë sakrifizat më të mëdha për të arritur suksesin dhe majat e sukseseve të tyre. Ne si institucion jemi përgjegjës për kushtet dhe themi inventarin të interierët e shkollave dhe jashtë, mirë po dy janë institucionet kryesore të një shteti. Të parët janë arsimtarët, ndërsa të ditët janë prindët. Andaj, këtë trekëndësh do të bëjmë të funksionoj si që është më së miri për të pas suksese dhe më të mëdhaja dhe të gëzojmë dhe festojmë edhe shumë përvjetore në këtë shkollë dhe në gjitha shkollat e Gjetiu. Ju falenderit për fjalën dhe ju dëshiroj shumë suksese edhe 850 vjetë inshallah të kemi së bashku. Falenderit. E falenderojmë zotëriun Jasin Shaqiri. Mbrëm morëm një lajm shumë të rëndësishëm në lidhje me stafin e shkollës sonë, përgjithsisht arsimtari Shaban Alia fitoi titullin mësimdhënës këshilltar nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Një titull shumë e merituar, të cilin shpresoj që arsimtari Shaban Alia ta shfrytëzojë në mënyrën më të denjë të mundshme. Ftojmë rektorin e shkollës që të ndajë një dhuratë si shenjë mirënjohje për arsimtarin. Tani në skenë do të paraqiten nxënësit e klasave të para, të cilët do të bëjnë paraqitjen e shkronjave të alfabetit. Ndërsa më pas, nxënësit e klasave të dyta do të bëjnë një paraqitje në skenë në lidhje me përgatitjen e veshjeve ka materialet e ricikluara. Kurse nxënësit e klasës 3-2 do të bëjnë prezantimin e instrumenteve muzikore, të cilët i kanë ndërtuar vetë. Shkronja A për Alia. Shkronja B për Bletën. C për Qapi që vrapon shumë. Qelci që hap çdo derë. D për dritën që vjen çdo herë. D për dhuratën në ditëlindje. E për që freskon. A për amësit e tortës. Ka për fruta që fluturon. Ka për këmal që bëm dhe Unë është të nga gjithë gjefi. Irici. Kamioni. Lumi. Lëpat. Macja. Hëna. Ora. Peshku. Që në të në detë. Kjo për kelë
Vot për verën që si jam rëci. Zë, Gjigjelonja Qendri Qunë. Një Gjo Gjaketa. Uberi. Zë për zhumën që bëjnë dalkët e deti. Zë për zogu që këndon bukur.
shqiptar që përdoret prej shumë kohësh në muzikë popullore. Ai është një instrument frymor që bëhet zakonisht prej druri ose kallami që bën tinguj të ndryshëm. Tarabuka është një instrument muzikor që përdoret në darsma ballkanike dhe ka formën e gotës. Luhet me duar dhe prodhon dy gjëra, dum dhe tek. Tarabuka është e rëndësishme sepse mban ritmin e muzikës. Lodra janë objekt me të cilët fëmijët luajnë dhe argëtojnë. Ata mund të jenë të ndryshme si kukulla, makina, topa apo lojra edukative. Lodrat janë shumë të rëndësishme sepse ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë imagjinatën dhe kreativitetin e tyre. Gjithashtu përmes lojës ata mësojnë gjëra të reja dhe aftësi të ndryshme. Kitara është një instrument muzikor që ka ritëm dhe është shumë e qetë. Ajo ka një zë shumë të bukur dhe të qetë. Dhe luhet duke i goditur telat ose duke i gërvishtur telat. Piano është një instrument muzikor që përdoret për të luajtur muzikë me taste bardhëzik. Piano është shpatur rreth vitit 1700 prej Azia dhe ka nga Italia. Piano përdoret prej druri me këmbë. Dahilja është instrument muzikor tradicional që përdoret në dansë. Dahilja përdoret për të krijuar ritëm dhe shpesh shoqëron këngë dhe valle tradicionale. Është një instrument i thjeshtë, por shumë i rëndësishëm në kulturën tonë muzikore. Violina është një instrument muzikor që ka 4 tela dhe prodhon një tingull shumë të bukur dhe emocional dhe përdoret në muzikë dhe në zhanre të tjera. Violina është një instrument muzikor me tel që luhet me harë. Çiftelia është një instrument shqiptar që përdoret në Kosovë dhe në veriun e shqiptarisë. Çiftelia ka dy tela dhe një trupë prej druri dhe një gjafë të gjatë. Ky instrument është për të shoqëruar këngën popullore dhe epike. Duke treguar histori dhe tradita të vjetra, çiftelia është një instrument i rëndësishëm i kulturës së identitetit shqiptar. Në vazhdim, nxënësit e klasave të 5-ta do të paraqiten me vallën popullore Valja e Shqipeve. Ndërsa më pas, nxënësit e klasave të 4-ta do të sjellin në skenë dramatizimin Shembulli.
33-21, baras 52. Hej, bo fole, po se tani unë kam kohën e muzikës. Më vjen keq, po unë kam kohën e matematikës. Në 8/9 baras 72. Hej, kur them unë bo. Ua, po pse si në shkështu o Tea? Sepse te kam bezis kur unë dëgjoj muzikë. Po shkolla nuk është për të dëgjuar muzikë, është për mësuar. Po si, moj, do i bëj të ruzane duke mësuar. Po ti nuk e mësuar asgjë. Nuk është e vërtet. Është. Jo. Jo. Po. Mjaft, dhe mos desë të mos ta glise dhe fletorën tjetër thua që unë jam nëzësja më mirë e klasës. Unë jam nëzësja më mirë e klasës. Po jo ti, po unë. Po ti nuk je nëzësja më mirë e klasës. Më jep. Vajza, që bëni kështu? Nuk vë vjen turp që ziheni? Ajo filloj e para mësuese. Unë? Po, më grisi edhe fletorën, unë e shkreta për mësoja. Ana, vërtet e ke bëti këtë gjë? Po jo me mësuesa, ajo është fletorja eme, ndërkohë që unë po mësoj ata dëgjon të mësoj me kufjen. Unë s'po dëgjoja muzikë dhe fletorja është e imja. Mjaft! Tea, me që ki fletorja është e jotja, ka mundësi të më thua sa bën 7/8, si që në ka vrisur përgjigja këtu. 7/8 bën 52? E morën vese sajtin ke. Ana, shko në koridor nëse ka ndalu prindrit të tes, ka zëra e drejtorit, thuaj që kërkon mësuesja. Dakord mësuese. Dritë mi janë këtu? Po, i kam thirë rrumë. Për çfarë? Për ti, që nuk dëgjon fare. Unë së dëgjoj fare, unë dëgjoj muzikë gjithë ditë, dëgjoj rap, hip-hop. Shumë gabim, ato nuk janë as pak këto katipe. Hymi mami, o repistja mami, o gangsterja mami ti. Zoj, mund të flasim pak për... Për një sekund, të tokoj vajzën, se kam qenë gjithë natën në kazino dhe më ka marrë mali. Shpirti mamit, kush ka mërzitur ti? Mësuesja. Ua, po ti e me e mira, të gjithë fëmijët që janë kot për para teje. Zoj, vë këshilloj shpe të koni thërmi me këtë mendim. Kurse ti mësuese dashur të këshilloj që më mërzitësh vajzën. Unë nuk jam këtu për ta mërzit, jam këtu për ta mësuar. Ua, i bjaj me shkëllqyrë në mësime. E shkëllqyrë nuk është, mund të bëhet dhe si ndimoni pak më shumë. Ja, kështu më tha dhe drejtori, po kështu e keni shumë gabim. Ajo nuk e di as tabelën e shumëzimit. Ua, po ti ju mam, nuk di tabelën e shpenzimit? Tabelën e shumëzimit, o ma. Nejse, nuk është faj jo, që se di është faj shkollës. I shkollës, po ne bëjmë të pamundër për këtë. A mund shumë jashtë se ta mësoj vetë. Ajo nuk ka mësuar as të bëj 7/8. Po 7/8 bëj 7/8 o mam. Nuk bëjnë aq. Mirë, më falë, bëjnë 8/7. Gabim, dhe me sa duket as ju nuk e di keni tabelën e shumëzimit. E çka më duhet mu tabele shumëzimit, kë kam makinën në llogaritse. Hajde ikim tani se na pret babi. Pristi, kemi një problem tjetër me të, as jetë shumë e shokët e klasës. Po normal që zije që një shkollë kot, nuk dini të dokoni fëmijat. Te është e vetë me gjibon shere. Wow, po si ka mundësi në një familje që kurse ngrem zërin, nga ka martja këtë shembull. Po hajde mi bullalla që se kam gjuar të s'pës ma ki ndezur. Ku t'ja ngre zërin, e di çka të bëj apo jo? O shikimi, hej! Më fani, zotri, kush jeni ju që hyri kështu? është babi. Hajde ta mi mere vajzën, filloj ndeshjet. Mos më thonë mua ashtu si drejti me mua qepe. Qepe ti! A ka mund të shi të pushoni që të dy? Jo akuzoni shkollën, veni vetë për të futën në shkollë. Tani e kuptoj mirë nga ka marrë fëmija juaj këtë shembull. Më falë, mësuese, për ndoshta e kemi tepruar pak. E keni të pruar shumë, më dhe vjen turp. Tea, e jam në muat të rinë bashkë me shësimi dhe të t'i bëjë të gjitha të të rëgë. Nam, me zihemi si qenë kurse goca ngrenë mbrapa. Mësuesja ka të drejtë, ne do të t'i kërkojmë falje. Mësuese prit. Shkolla jonë në të këtij viti ka marrë pjesë në shumë aktivitete dhe gara sportive, kulturore dhe arsimore. Nxënësit tanë kanë treguar sukses, përkushtim dhe kanë përfaqësuar shkollën me kënaqëri. Sot falenderojmë të gjithë nxënësit për pjesëmarrjen dhe sukseset e tyre. Falënderim për mësuesit, prindërit dhe gjithë kontribuesit e shkollës për mbështetjen dhe ndihmën e tyre. Në vazhdim ftojmë drejtorin e shkollës të ndajë mirënjohjet. Për pjesëmarrjen në garat rajonale Mind Masters në shkollën Yahya Kemal, e ftojmë arsimtarët dhe Smir Kadri bashkë me nxënësit. Alina Alili, Yusra Bafiari dhe Edin Huseni që t'i pranojnë mirënjohjet.
Zënësit Unej Slimani, Amelia Ramadani, Endrit Rustemi, Silihana Sulejmani dhe Amin Rexhepi për t'i pranuar mirënjohjet. Për arritjen e vendit të parë dhe nxënësi Ramadan Alia për pjesëmarrjen në kuizin Yjet e Mektebeve e realizuar nga ana e Muftinisë të Tokës që të muajit të Ramazanit 2026 që i pranojnë certifikatat. Komunale në futbol me ekipin e vajzave të djemve ftoj arsimtarin e arsimit fizik dhe shëndetësor Rasim Kadri bashkë me kapitenin e ekipit të vajzave Vlera Ibrahimi dhe kapitenin e ekipit të djemve Endrit Slimani që t'i marrin mirënjohje. Gjithashtu mirënjohje edhe për nxënësen Ambra Abdullaj për suksesin arritura në futbol. Shtetërore dhe ndërkombëtare në kickbox për arsimtarin Arben Jonuzi. Bashkë me arsimtarin mirënjohje edhe për nxënësit pjesëmarrës Fati Bezheti, Gazmet Huseini, Ayan Huseini, Erkan Latifi, Erion Xhaferi, Muhamet Ali Elmazi dhe Yahi Latifi. I ftojmë që të dalin në skemë të pranojnë mirënjohjet. I ftoj për pranimin e mirënjohjeve për pjesëmarrjen e projektit realizuar ditën e shkollës me temë Mes pasionit dhe misionit për arsimtarin e gjuhës shqipe Elif Ajruli, bashkë me mirënjohje dhe për nxënësit pjesëmarrës në këtë projekt, Nesibe Xhaladini, Elvira Beqiri, Eda Baftiari, Amra Ramani, Aurora Ali, Agresa Nesimi, Mehmet Ali, Amar Alili, Anita Enveri, Aulon Seadini, Endrit Slimani dhe Ailisa Ziberi. Që të pranojnë certifikatet për kontribut të çmueshëm dhe pjesëmarrje në orën poetike në ritmin e vargut rinor në shoqatën e shkrimtarëve ONU Tetov. Mirënjohje për arsimtarin e artit figurativ Edina Skenderi për angazhimin në punimin e vizatimit artistik të murit të brendshëm të shkollës, e cili jeton një ambient motivues dhe kreativ hapësirave shkollore. Me datë 7 maj 2026 në shkollën Marif International Schools për herë të parë të katërt, organizuan nga paneli tradicional shkencor ku garuan 50 shkolla nga 10 qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pjesëmarrës nga Prishtina, megjithëse 585 nxënës dhe 328 projekte shkencore. Në mentorimin e arsimtarit Ali Osmani, nxënësit e shkollës son, Vlera Ibrahimi dhe Miqere Medemiri arritën të ftojnë vendin e parë në garat e fizikës me projektin Fusha Magnetike e Rrymës Elektrike. Gjithashtu në këtë panajir morën pjesë në garat e kimisë nxënësit Adla Elmazi dhe Aulon Seadini me projektin Mbretja e metaleve korozioni, ku arritën të marrin vendin e 6. Ftojmë nxënësit fitues të çmimit të parë, Vlera Ibrahimi dhe Miqere Medemiri bashkë me arsimtarit Ali Osmani, që pranojnë mirënjohje dhurata për nxënësit. Pjesëmarrës në lëndën e
Adler, Mazi dhe Aulon se Aldini që të pranojnë nga një mirënjohje. Arsimtari Ali Osmani të fundojt disa dhurata shtesë nga ana e tij. Përveç mirënjohjeve për nxënësit dhe arsimtarët, drejtoria e shkollës ka përgatitur edhe nga një mirënjohje bashkëpunimi për kompanitë lokale dhe institucione shtetërore. Ftojmë për pranimin e mirënjohjeve nga një përfaqësues nga Komuna e Zhelinës, sektori për arsim, Inspektoriati Shtetëror i Arsimit Tetov, Marif International Schools, Këshilli i Xhamisë Zhelin, Iniciativa Qytetare Zhelina për Zhelinën, Klubi Futbolistik Liria Zhelin, Kompania Besnik Design Zhelin, Kompania Mili 2000 Zhelin, Lego Media Zhelin, Me këngën në vazhdim, Zhelinën e dua të interpretuar nga nxënësit Erina dhe Ejman Ajdini me muzikë dhe tekst të kompozuara nga Linda Selmani e përmbyllim pjesën e parë të programit. Ftoj mysafirët dhe të pranishmit të kësaj pike muzikore të na bashkangjiten tek pjesa e dytë e programit në sallën sportive për të ndjekur panairin e përgatitur nga nxënësit e shkollës sonë. Gjithashtu për fund për mysafirët kemi përgatitur një koktejl rasti. Ju falenderit të gjithëve për vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj. Për të takofshim në festet e radhës. Urime edhe një herë feste e shkollës, të suksese për të gjithë. Zemrën e kam mal, për Zhelinën time unë shpirtin e jap. Në shkollën e shkoj se dua të mësoj, dhe një di Zhelinë nuk krenar ta bëj. Shumë gjërat e bukra, këtër po na presin, kjo Zhelinë e bukur, unë sot e kam derin, të këndë një